Më do ke çuditshme pse RDK-ja për një fjalë goje mos më hyjë në koalicion me VV-n. Edhe disha që nuk është forja aty. Është dikun tjetër. VV ka premtuar rrogë minimale për punëtorët e sektorit privat, për gjithë punëtorët në Kosovë 500 euro. Domethënë ka thonë 500 euro kërkush nuk guxon mu pagu, pavarësisht ku punon. E hina e këshyra programit LDK-s fije për pe. Kërkun nuk flet për pagat e punëtorëve privat, sektorit privat. Kërkun hiç. A dini pse? Se kam mujt nashta po tham, kam mujt me marrë naj pare prej naj financim prej ish oligarkëve, ku ta dione. Edhe tashte nuk guxon më premtu, nuk guxon mu lidh me ata se kanë premtu paga tilla. Sa ata i kanë njëra punëtor, edhe mi pagu, ata janë mësu mi pagu punëtorët pak. Edhe mi pagu tashte secilin minimumi 500 euro për pjetë, i nxjerr të lashë shumë mëdha. Në anë mi shti miliona në xhep, ata duhet mi au punëtorëve. Prandaj janë ka hezitojnë, sepse programi i VV-s të tjetër e programi të në të tjetër.